Përshëndetje, unë jam Shemsia Ajdari, mësuese në ciklin e ullet klasar. Jam nga shkolla fillore 7 Marsi, Fshati Qolloke, komuna e Dervenicës, Tetov. Sot, nxënës të dashur, në lëndën gjuha shqipe për klasën e 5, në temë gjuhë do të njihemi me njësinë mësimore pikësimi në ligjëratën e drejtë të shtetit. Nxënësi duhet të njihet me pjesën e ligjëratës, të njihet me pikësimin në ligjëratën e drejtë të shtetit, të paraqes vendodhjen e pjesëve të fjalës në të dy ligjëratat dhe pikësimin në secilën prej tyre, të paraqes lidhëse në ligjëratën e shtetit. Ne dim se fjalët dhe mendimet tona ose të dikujt tjetër mund t'i shprehim në disa forma. Ashtu si ka thënë dikush pa i ndryshuar. Për shembull, Luli është shok i mirë, tha Ana. Ose sipas mënyrës sonë. Për shembull, Ana tha se Luli është shok i mirë. Para se të njihemi me pikësimin në ligjëratës, ne duhet të njihemi me pjesët përbërëse të ligjëratës, pra në fjalinë, sa pjesë përbërëse ka. Kemi pjesa përmendëse, fjalët e thëna të riprodhuara dhe pjesa lajmëruese, fjala e autorit. Shembull, pranvera është Tina më e bukur, tha gjyshi. Pjesa përmendëse, pranvera është Tina më e bukur. Pra, pranvera është Tina më e bukur është pjesë përmendëse. Kurse pjesë lajmëruese është tha gjyshi. Në ligjëratën e drejtë, pjesa përmendëse shkruhet në thonjza ose fillon me vis dhe mbaron me vis. Të shohim si duket. Për shembull, Naimi ka thënë pun natën e ditë, do të thotë pjesa përmendëse është e shkruar në thonjza. Pjesë përmendëse është pun natë e ditë, dhe si thamë është e shkruar në thonjza në këtë rast. Pun natë e ditë, ka thënë Naimi. Pra, pjesë përmendëse është pun natë e ditë. Në shembullin e dytë kemi fillimin dhe mbarimin e fjalës me vis. Në ligjëratën e drejtë, gjithashtu, kemi pjesën lajmëruese. Pjesa lajmëruese mund të jetë në fillim ose në mbarim të fjalës. Për shembull, Naimi ka thënë pun natë e ditë, që tregon se është në fillim të fjalës. Pjesa lajmëruese, Naimi ka thënë është në fillim të fjalës. Pun natë e ditë, ka thënë Naimi. E shohim pjesa lajmëruese. Ka thënë Naimi, pra në rastin e dytë e kemi në fund të fjalës, pra në mbarim të fjalës. Në ligjëratën e drejtë, pikësimi përdoret normal, sipas llojit të fjalës, pra pika, pikpyetja, pikçuditja etc. Pjesa përmendëse në ligjëratën e drejtë nuk veçohet nga pjesa lajmëruese dhe pjesa përmendëse. Pra lidhet me lidhësen se edhe që këto dy pjesët, derisa të ligjërata e drejtë veçoheshin pjesa lajmëruese dhe pjesa përmendëse, në ligjëratën e drejtë ato nuk veçohen. Shembull, Naimi ka thënë se duhet punuar natë e ditë. Tu kemi pjesa lajmëruese dhe pjesa përmendëse janë në vazhdueshmëri dhe lidhen me lidhësin se.
Shembull. Vendos shenjat e pikësimit në vendin e duhur. Të shohim shembullin, mësuesja tha duhet ta ndjekin mësimin. Të shohim si do të qëndrojnë shenjat e pikësimit në vendin e duhur. Mësuesja tha, në thonjza duhet ta ndjekin mësimin. Pastrohu mirë, thot gjithmonë nana. Të shohim ta shenjat e pikësimit si do të duken. Ka në fillim dhe në mbarim të pjesës përmense kemi vizat. Thot gjithmonë nana dhe në fund kemi pikë. Shoku i klasës më tha se do të dalim për shëtitje. Shoku i klasës më tha të dalim për shëtitje në fund pikë. Pra kjo e treta, fjalia e tretë është në ligjëratën e tretë dhe nuk ka asnjë farë ndryshime. Dhe se në fund kemi vetëm shenjën e pikësimit, pra kemi fjali dëftore dhe kemi në fund pikë. Nëse u njoftëm zonës së dashur sot u njoftëm me pikësimin në ligjëratën e drejtë dhe në ligjëratën e zhdrejtë. Njëherët u njoftëm me pjesët e ligjëratës në fjali që ishin pjesa përmense dhe pjesa lajmëruese. Vendi i tyre në fillim edhe në fund. Pikësimi në ligjëratën e drejtë dhe në ligjëratën e zhdrejtë bëheshe ndryshe. Ndërsa në ligjëratën e drejtë përdoreshin thonjzat dhe vizat në fillim dhe në mbarim të fjalisë. Në ligjëratën e drejtë kemi në mbarim të fjalisë kemi shenjën ashtu sikurse është fjalia. Ne mësuam se pjesa lajmëruese mund të qëndrojë në fund edhe në fillim. Për detyrë shtëpie, vendosni zonës të dashur, vendosni shenjat e pikësimit në vendin e duhur, në fjalit. Populli thot ku dhem dhëmbi shkon gjuha. Cicërime e zogj me mazjer gjomin I thot era. Dallon dy shet u kthien se erdhi në vera. Kaq për sot, të dashur zanës, ju përshëndes, ditën e mirë.